Faleminderit, shumë faleminderit gjithëve, edhe faleminderit kujt i shkoi mendja për këtë vendosje, sepse është tamam një sofër kuvendimi edhe na e mundësinë që të flasim njësoj sikur jemi në një sofër. Spari më vjen shumë mirë që jam sot këtu, edhe një falënderim veçantë për këtë kohë fantastike. Dhe besoj që do ma lejoni një udhëtim shumë të shkurtër në të kaluar, kur vija në Kukës në ato fillime, me Limanin edhe me ndonjë nga shokët e tjerë të Kukësit që janë këtu dhe i përshëndes gjithë. Dhe Kukësi ishte një territor i zymt, ku realisht nuk ishte asnjë arsye për të ndaluar, edhe ku realisht çdo gjë rreth e rrotullt thoshte largohu. Ndërkohë që sot, pa diskutim që ky është një qytet tërësisht tjetër. Unë e di shumë mirë që puna jonë nuk ka mbaruar, e di shumë mirë edhe dua t'i siguroj banorët e lagjes 1 edhe të lagjes 7 këtu në Kukës që projekti i transformimit të gjitha lagjeve të këtij qyteti do të përfundojë duke i transformuar dhe ato 2 lagje që kanë mbetur. Dhe besoj që është provë e faktit që jam vërtet shumë i vëmendshëm ndaj Kukësit, sepse mbaj mend edhe numrat e lagjeve, u bë 2-shi, u bë 3-shi, u bë 4-a, u bë 5-a, edhe është 1-shi dhe 7-a që duhen bërë. Ndërkohë që lagja e re është një pjesë e cila po ashtu kërkon adresim, por ajo që ka më shumë rëndësi të thuhet sot është që janë krijuar premisat që edhe Kukësi si qytet, edhe si bashki të hyjë me më shumë forcë në hartën turistike të Shqipërisë. Sot ne kemi një zhvillim që askush nuk e mohon dot, që është zhvillimi turistik i Tropojës. Dhe njësoj si Kukësi, edhe Tropoja, ishte një vend absolutisht i zhytur në zymti kur ne morëm detyrën. Dhe më kujtohet që kur i thoshim në Tropojë që këtu ne do zhvillojmë turizmin, askush nuk e besonte. Edhe nuk kishin faj që nuk e besonin, me thënë drejtën, se për shumë vite i besuan dikujt nga ata të vetët, edhe nuk pan asgjë të hajrit. Ndërkohë që sot Tropoja është në hartën turistike të Shqipërisë. Dhe po ashtu Hasi është një tjetër pjesë e rëndësishme e këtij qarku, që është koha të hyjë në hartën turistike të Shqipërisë. Tani, çfarë konkretisht mbetet për të bërë gjatë mandatit 4 që kjo që po them të ndodhi? Ne dim shumë mirë që këtu ka një potencial të jashtëzakonshëm, qoftë në aspektin e natyrës, qoftë në aspektin e mundësive për investim, falë shumë familjeve që kanë emigruar, që kanë punuar fort dhe që kanë akumuluar kursime. Por, midis natyrës jashtëzakonshme dhe dëshirës këtyre familjeve për t'u kthyer, për ta rindezur oxhakun e gjyshit, stërgjyshit, qëndron çështja e pronës. Çështja e pronës për shkak se në shumë
pjesë të këtij qarku, si edhe në disa pjesë tjera të Shqipërisë, nuk është pranuar ligji 7501. Dhe ndarja e pronës është bërë duke u kthyer në kufit e vjetër. Pra, ka dakordsi mes njerëzve se ku mbaron prona ime, ku fillon prona jote, por nuk ka mbështetje mbi bazën ligjore të Republikës së Shqipërisë për të marrë dhe për të akzuar dhe për të investuar atë pronë. Ne bëm një përpjekje tjetër, bëm ligjin 2020. Dhe ligji 2020, sipas nesh, krijon një rrugë për ta mundësuar këtë, por na rezulton jo i lehtë për të zbatuar për shkak se në momentin kur duhet marrë dhe duhet vendosur në hipotek një pronë, duhet mirë kuptimi dhe firma e të gjithë pronarëve kufitarë. Dhe aty ku problemi bëhet edhe më i vështirë është pamundësia për t'i gjetur dhe për t'i pasur disponibil gjithë pronarët kufitarë, se disa janë në Amerikë, disa janë në Tiranë, dikush nuk firmon se etj. Etj. Dhe eksaktësisht në radhë parë për qarkun e Kukësit, ne kemi marrë nismën që do t'i shërbejë gjithë Shqipërisë, por ama është një nisëm që e ka marrë shtysën eksaktësisht nga qarku i Kukësit dhe nga dëshira dhe ambicia për t'i dhënë një hof zhvillimor këtij qarku, duke e bërë një nga qarqet më turistike të Shqipërisë, paketën e maleve. Çfarë është paketa e maleve? Paketa e maleve është një korsi me shpejtësi të lartë për të arritur të investosh pavarësisht se të mungojnë letrat e pronës. Si funksionon paketa e maleve? Dikush ka pronën e sërgjyshërve diku dhe do të qeli një sipërmarrje që mund të jetë agroturizëm, mund të jetë agropërpunim, mund të jetë një fermë dhe për këtë çfarë bën? I drejtohet bashkisë dhe i thotë kjo është prona e sërgjyshërve të mi dhe këtu janë edhe fqinjët të cilët e aprovojnë këtë fakt. Bashkia e merr këtë kërkesë dhe ja çon Këshillit Bashkiak. Ndërkohë bën afishimin e këtyre kërkesave që publikohen për gjithë për 30 ditë. Dhe natyrisht bashkia i ka të gjitha mundësitë me njësinë administrative që të hyjë në komunikim me banorët aty ku gjendet kjo pronë, edhe të marri aprovimin e tyre që po, kjo është toka e kësaj familje. Nëse brenda 30 ditësh nuk shfaqet një pretendent tjetër serioz, Këshilli Bashkiak miraton kërkesën për zhvillim në këtë pronë. Me këtë kërkesë të miratuar, familja, subjekti, shoqëria që është bërë bashkë, sepse mvaret, mund të jenë pronarët që investojnë, mund të jenë pronarët që lidhen me dikë tjetër sipas dëshirës tyre, bën projektin, shkon në Ministrinë e Ekonomisë dhe bën kërkesën për të marrë në zotrim këtë pronë, për të cilën paguan vetëm €1 dhe merr edhe aprovimin për realizimin e projektit. Dhe në momentin kur investimi është kryer, prona regjistrohet në hipotek dhe bëhet pasuri e patundshme e asaj familje. Paketa e maleve ka edhe një element tjetër që për 500 aplikimet e para, aplikimet do të hapen pas zgjedhjeve, do të përcaktojmë dhe
rregullat, sepse procesi zgjedhor ka ca rregulla që nuk mund të bëjmë nga këto gjëra. Dhe për 500 aplikimet e para që do të aprovohen, nuk do të ketë asnjë taks për 10 vjet. Besoj që kjo do t'ju shërbej të gjithë atyre që duan të kthehen për të hapur një derë për një agroturizëm apo për të ngritur një fabrikë përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale, apo një fermë sipas dëshirës. Thënë kjo, ka dhe një tjetër element që ne do ta vendosim në qendër vëmendjes në mandatin e 4, që është qyteti i nëndheshëm këtu. Me qytetin e nëndheshëm ne kemi mundësi tani të krijojmë një nga atraksionet më të bukura turistike të Shqipërisë. Dhe kur unë thosha që Tropoja do të bëhet destinacion turistik dhe këtu do vinë shumë turistë, do të jetonin me turizëm, kuptova që isha një qeverisje komunist që duhet hikja një orë më parë nga Tropoja dhe nuk besonte njeri. Ndërkohë që besoshin një komunist, tamam, se unë s'jam, s'kam qenë. Po kjo është temë tjetër. Ndërkohë që sot Tropoja e ka të hapur rrugën e destinacionit turistik, me paketën e maleve do ketë zhvillime të reja, jam i bindur, sepse paketa e maleve për shembull në Tropojë zgjidh edhe problemin e gështenjave, fjala vjen, sipas atyre që janë prona me trashëgimi zakonore, ndërkohë që po ju them sot që potenciali i Kukësit, nëse ne së bashku arrijmë të kombinojmë këto dy gjëra, pra të krijojmë atraksionin duke vendosur në qendër si një magnet qytetin e nëndheshëm, për cilin po përgatisim një konkurs ndërkombëtar për ta kuptuar eksaktësisht se si do të zhvillohet, dhe në konkursin ndërkombëtar do të përfshihet edhe hotel turizmi, dhe nga ana tjetër për të krijuar një sistem mikpritje ku njerëzit jo thjesht të vinë, por dhe të kenë mundësi dhe arsye të qëndrojnë disa net në për bashkinë dhe qarkun e Kukësit, ne mund t'ju them që nuk është as pak e habitshme që në Shqipërinë 2030 Kukësi të arrijë në 1 milion turistë. Si qark. Nuk është një shifër e jashtëzakonshme. Ka zona të tjera që e kanë arritur këtë shifër. Tjetra që duhet të them, duke kaluar tani nga Kukësi tek Shqipëria, dhe duke ju thënë të gjithëve ju këtu, po ju që jeni këtu, ju e keni nda menin, duke thënë atyre që s'janë këtu, që unë besoj se 11 maj nuk është një zgjedhje si gjitha tjeret. Në 11 maj nuk është dita për t'u marrë me fanelat e partive, për t'u marrë me ngjyrat partijake, për t'u marrë me historitë e të kaluarës. Në 11 maj është dita për të marrë një vendim që lidhet me historinë tonë, lidhet me fatin evropian të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Në 11 maj është dita që demokratët të bëjnë atë që të tjerët që nuk ishin mbështetës Partisë Demokratike bën në 22 mars të vitit 1992, kur votuan për Partinë Demokratike, pavarësisht se nuk ishin mbështetës Partisë Demokratike. Votuan për Partinë Demokratike një shumicë e madhe shqiptarësh. Dhe ka që vërtet është kjo që po ju them unë, sa që pastaj në gusht apo në shtator, se nuk e kam sakt si kohë, kur zhvilluan zgjedhjet vendore, shumica dërmuese votoi kundër Partisë Demokratike. Por ama ishin dy gjëra krejt të ndryshme. Zgjedhjet e gushtit
apo të shtatorit ishin zgjedhje vendore, kush do bëhet kryetar bashkie këtu, kush do bëhet kryetar komune atje. Zgjedhje marsit nuk ishin zgjedhje thjesht kush do qeverisi dhe kush do shkoj në opozitë. Ishin zgjedhje ku shqiptarët kishin vendin e dur dhe ishin në kohën e dur për të vendosur të mbyllnin një histori të gjatë me një sistem të vjetër dhe të hapnin një histori të re me një sistem të ri. Dhe shqiptarët e bën këtë gjë. Pastaj, në vitet e tjera, Shqipëria ka pas shumë zgjedhje. Gjitha zgjedhjet janë shumë të rëndësishme, nuk diskutohet. Por ama, kjo e 11 majit është e dyta herë nga viti 1990 që shqiptarët shkojnë në zgjedhje dhe ndërkohë që zgjedhin një subjekt apo një subjekt tjetër, marrin edhe një vendim për historinë. A do të hymë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade? Apo do të humbasim mundësinë historike që kemi përpara syve, sepse Bashkimi Evropian i ka hapur derën Shqipërisë, na ka vënë përpara një plan konkret për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027 dhe na ka thënë nëse ju jeni në gjendje ti përmbushni të gjitha kërkesat e negociatave deri në 2027, ne jemi gati të firmosim dhe pastaj Shqipëria të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian dhe me Shqipërinë që hyn në Bashkimin Evropian mbaron një mision kombëtar që nismën e vet nuk e ka në vitin 90. Nismën e vet e ka në kohën kur Gjergj Kastrioti ndërtoi barikadën për të na lënë një profeci historike, ai si profeti historisë sonë, për të na thënë që vendi ynë si kom dhe si popull është në perëndim, nuk është në lindje. Dhe qysh atëherë kaluan shekuj, rilindasit e kthyen këtë profeci në një amanet shkruar, i cili përmblidhet në ato dy vargjet e famshme për ne shqiptarët dielli linda ndej nga perëndon. Dhe pastaj kaluan prap kohëra të tjera dhe populli shqiptar vendosi të çlirohet nga diktatura pa udhëheqësa dolën më mbrapa, po pa udhëheqësa u derdhë në rrugë edhe pa ja thënë kush në mënyrë të organizuar, nxori nga shpirti atë thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe qysh se ka nisur historia e transformimit demokratik të Shqipërisë, ne kemi dashur të hymë në Bashkimin Evropian çdo ditë. Por kjo sot është hera e parë që Bashkimi Evropian jo vetëm me fjalë, por dhe me një hap konkret na ka hapur derën dhe na thot po t'jeni zotët, ka përzejeni pragun, ejani dhe bëhuni pjesë e ona. Treni historisë na ka ndalur përpara syve. Ne e kemi humbë si shqiptar jo një herë, disa herë trenin e historisë. Jo një herë, disa herë, ato që s'na e kam bërë do të huajt, ne ja kemi bërë vetes tonë. Këtë herë, ne i kemi të gjitha mundësit të shikojmë trenin, të marrim trenin dhe të gjithë fëmijëve që janë në këtë qytet sot, t'i bëjmë gjën më të madhe që mund t'i bëjmë. Ata nuk kanë mundësi të votojnë. Po kush voton, thot një fjalë e mençur, voton edhe për fëmijët që nuk kanë mundësi të votojnë. Dhe kjo fjalë e mençur nën kupton diçka. Mos shko të votosh si tifoz. Po shko të votosh për interesin e fëmijës tënd.
se kur voton si tifos, ja jep votën Kënetës për Kuksin dhe e lë Kuksin në atë deregje që ne e gjetëm kur morëm detyrën. Kur voton për interesin e fëmijës, votën ja jep kujt ta bën më të bukur qytetin ku ti rrit fëmijën tënd. Dhe interesi i të gjithë fëmijëve sot është që ne të rriturit në 11 maj të bashkohemi dhe të fillojmë punën për të hedhur hapin e fundit që çdo fëmijë t'i japim pasaportën europiane. Dhe pasaporta europiane nuk është, siç thonë disa që nuk dinë se çfarë flasin, një pasaport që ngjan me atë që kemi sot. Ajo që kemi sot është një dokument udhëtimi. Ajo që kemi sot na jep mundësinë që kur shkojmë në një aeroport ta nxjerrim që themi ne, unë jam shqiptar edhe po udhtoj. Ndërsa pasaporta europiane që ne kemi detyrimin në radh parë ndaj fëmijëve tanë që t'ja u japim në dorë brenda kësaj dekade, është një status i ri i shqiptarit. Është një status i ri qytetarie, sepse ne na ka caktuar fati. T'jemi këtu, në zemër të Europës, po merrni pak me mend, me shekuj tërë, edhe pse jemi një nga popujt më të vjetër këtu në këtë kontinent, kemi mbet populli dorës dytë. Jemi të huaj një hap larg Bashkimit Evropian. Duhet hymë Bashkimin Evropian dhe t'jemi Europian të barabartë mes europianësh, sepse kjo na takon, sepse këtë meritojnë fëmijët tanë, dhe është fatkeqësi e madhe ta mendosh që prindrit mund të shkojnë në votim edhe t'i harrojnë të gjitha këto edhe ta hedhin votën në Kënet. Është fatkeqësi shumë e madhe. Ta hedhin votën në Kënet. Dhe unë po ja them shumë thjesht, kjo nuk është një fushat për karrigen time. Nuk është një fushat për një mandat tjetër të Partisë Socialiste dhe për një qeveri tjetër të Partisë Socialiste, sepse në të gjitha rastet, siç e shihni dhe nga të gjitha sondazhet që i publikojnë të gjitha llojet e televizorëve që nuk lën gjë pa thënë kundër nesh, Partia Socialiste do t'i fitojë zgjedhjet e 11 majit. Por një gjë është që të fitojë Partia Socialiste zgjedhjet e 11 majit, dhe një gjë tjetër është që shqiptarët në 11 maj të bëhen një shumicë më e madhe se çdo herë tjetër. Për t'i dhënë një fuqi vendimarrëse atyre që do t'jenë shumicë, neve do më thënë, që mos të humbasim asnjë ditë në negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe për ta kuptuar këtë, do t'ju marr vetëm 2 minuta. Çfarë janë negociatat me Bashkimin Evropian? Janë 1000 vet nga ana jonë, dje me vajza, me qira fjala shumica gra dhe vajza, se burrat janë pakic, me qira llafi, se besoj që burrat e Kuksit janë shumë të qartë që pa gratë nuk kanë ku shkojnë fare, edhe nga që janë burrat mençëm nuk janë shumica çuryk, kështu që janë shumica gra dhe vajza të ulura në tavolinë me Bashkimin Evropian, 1000 vet janë nga ana e tyre dhe çdo ditë merren me të gjithë sektorët, ekonomia, drejtësia, mjedisi, uji, peshqit, zogj, dhe për gjitha këto janë mbi 250.000 faqe me rregulla, me masa, me kritere, me ligje, për cilat ne duhet bim dakord. Bijem dakord atje, duhet vim këtu dhe duhet t'i kthejmë këto dakordsi në ligje, në vendime, në masa. Tani, një fuqi më e madhe na bën
që të mos ngecim në kënet kur të shkojnë në parlament. Dhe këtu vite Albani. E dini pse është Albani sot në këtë skuadër? Albani sot është në këtë skuadër pikërisht sepse kur duhej që ne të dilnim përtej perimetrit ton politik, se ndryshe nuk e kalonim dot reformën në drejtësi, Albani ishte një nga ata që thyu rreshtat e anës tjetër. Arsyeja pse ata në fund u dorëzuan edhe erdhën të gjithë në votimin më të parrushën të parlamentit. Aty kam pa unë burra me kokën poshtë, kartonin e shit lart. Sepse nuk e mbanin dot më. Nuk e mbanin dot më peng reformën drejtësi. E pra, ne prandaj na duhet një fuqi e veçantë në 11 maj. Po ja u përsëris se do t'ishte fatale, do t'ishte vërtet fatale që për mustaqet e kujtim gjuzit ne të humbasim trenin e historisë. Se është realisht për mustaqet e kujtim gjuzit. Gjëja e vetme madhështore që ka në atë kënet madhështore janë mustaqet e kujtimit. Më tregoni gjë tjetër. Më tregoni gjë tjetër. Dhe 2027 është një afat. Pse? Sepse historia e Bashkimit Evropian ka treguar një gjë shumë të thjeshtë. Bashkimi Evropian është një shtëpi pasurish. Dhe dera sa i shtëpie nuk rri hapur. Ti mund trokasësh sa të dush, dera nuk hapet. Ajo derë hapet kur të gjitha ata që janë mren, 27 shtete, bien dakord për ta hapur derën. Dhe ata e hapin derën vetëm kur kanë interes ta hapin derën. Dhe sot ka ndodhur ajo për të cilën unë bashkë me të gjitha ata që më mbështesin kam kaq vite që luftoj. Që nuk është vetëm interesi jonë që të hymë atje, po është dhe interesi atyre që të na marrin atje. Ama, si që ka ndodhur në të shkuar, ajo derë mund të mbyllet. Na kanë dhënë afatin 2027. Nëse ne nuk i plotësojmë kushtet, sepse ndërkohë këtu vim, shkojmë në parlament, del bufi, dalin kukumjaçkat, shfaqet zhapiku, janë edhe ca nga këto insektet e reja, i keni pa këto? Insektet e reja që janë shfaq në përfush, se ata janë më të mëdhenj fare. Ne nuk mund t'i themi Europës, shiko se kemi ca probleme se na kanë dalë insektet në shtëpi. Ne duhet të jemi super korrekt. Do ta bëjmë këtë, po do ta bëjmë, do ta bëjmë këtë. Dhe për këtë na duhet fuqia. Vetëm për këtë na duhet fuqia shtuar. Dhe tjetra shumë e rëndësishme që Europa, ajo shtëpi, ato vende duhet ta dëgjojnë shumë qartë mesazhin e popullit shqiptar, që një shumicë më e madhe se sa shumica që ka mbështetur historikisht Partinë Socialiste është bashkuar për t'i thënë Bashkimit Evropian, boll, ne duam të ulemi brenda aty ku është vendi jonë në atë shtëpi. Dhe mos e harroni që në 16 maj, 11 maj janë zgjedhjet. Në 16 maj do të vijë gjithë Europa në Tiranë. Do të vijë Bashkimi Evropian, të gjitha shtetet, do të vijë dhe të gjitha shtetet e tjera demokratike që nuk janë Bashkimin Evropian, që nga Turqia, tek Britania e Madhe, Azerbajxhani, Armenia, Ukraina, e kështu me radhë. Dhe ajo është dita kur ata ta marrin shumë të qartë mesazhin e popullit shqiptar. Tani, juve dëgjoni që ju thonë që ore, po të shiko tani ç'është kjo punë kështu. Edi Rama i herë vjen thot timoni, pastaj tepsia, pastaj këneta, më jepni mandat, i dham 3 mandate, do të 4. Edhe 3 mandate si mjaftun për të fut në BE, tash i thot më jepni dhe i tjetër. E para punës herë për punën e timonit, juve ju kujtohet në 2017 ju thash, ma jepni timonin që mos kem tjerë në prerë, se ndryshe s'bëhet reforma në drejtësi. Edhe ashtu doli, faktikisht ashtu doli.
Nëse nuk do të ishte mbështetja e popullit që na dha ne shumicën vetëm, harrojeni se do binte Shqipëria këtu ku ka ardhur sot. Harrojeni. E dëgjut një nga ata figurantët e ri që thoshte, nëse ne do ta kemi në dorë, do shkojmë në zgjedhje parakoshme. E kuptoni jo? Shqipëria duhet shkojmë në BE, ata thonë do shkojmë në zgjedhje parakoshme. E kuptoni ju se me kë kemi të bëjmë apo jo? Në zgjedhje parakoshme, përse? Se është hapur vendi nga që Këneta po bëhet gjithmonë më e pa frekuentueshme, është hapa hapësira dhe kanë dalë këto moçalet e reja tash, që duken si pishina. Nuk mundemi dot. Ndërkohë që atyre që e thonë këtë, duhet i thoni, po mirë, Edi Rama, s'pas ka qenë i Zoti, 3 mandate që të na fusin Bashkimin Evropian. Po Malizi, që i ka filluar negociatat në 2012 përpara se sa Edi Rama dhe Partia Socialiste të vinin në qeveri, pse nuk është në Bashkimin Evropian? Po Serbia, që i ka filluar negociatat në 2014 që ne ishim akoma kandidat, pse nuk është në Bashkimin Evropian? Po Maqedonia, që u bë Maqedonia e Veriut, ndryshoi dhe emrin, dhe që ka qenë kandidate që në 2005, pse nuk është në Bashkimin Evropian? Ndërkohë që kur ne filluam këtë punë, ma besoni, kur i takoja në fillim unë këta europianët, isha tamam si dikur liceu artistik që isha më i gjati, edhe bënin zhurmë, bënin rrumuj, nxënësit ke gjimnastika mjesit, mu më kapshin gjithmonë, hajde këtu. Edhe shkoja në drejtori, unë 2 metra, ata tjerët më të vejlë se unë edhe më shifshin aty si një zdap që si duhet dreqit. Kështu isha unë kur përfaqësoja Shqipërinë në fillim, se për Shqipërinë kishte vetëm bezdi. Ishte një vend që se besonte njeri, se vlerësonte njeri, dhe nuk e llogariste njeri fare. Hiç, që do bëhej me këtë shpejtësi vendi që Serbinë e kemi lënë mbrapa, me Malin e Zi jemi në të njëjtën vi te pragu. Dhe sot ky flamuri kuqezi që ne e mbajmë me shumë krenari, kudo ku shkon, në të gjitha samitet, në të gjitha tryezat ndërkombëtare, rri me po të njëjtën krenari, edhe nuk thot më kush ore, ç'është ky flamuri, kujt është ky flamur. Kështu që shumë është bërë dhe kujt më thot, por për çfarë duhet mandati 4, i them se ka akoma për të bërë, prandaj duhet mandati 4. Dhe më besoni që ne mund ta bëjmë Kuksin, mund ta bëjmë të qark një destinacion të ri, të fuqishëm në hartën turistike të Shqipërisë, nëse ju dhe nëse populli i këtij qarku do të na japi të gjithë besimin për ta bërë këtë, se kjo gjë bëhet bashkë. Dhe në fund, të fola për Albanin. Tani duhet të flas për Tropoje. Sepse Shalci tha Albani është gjysmë kuksian dhe gjysmën më të mirë, do më thënë gruan, se gruaja është gjysma më e mirë. Kështu i themi ne nga Partia Socialiste. Gjysma më e mirë është gruaja. Gjysma më problematike është burri. Dihet apo? Se janë mërzit ca që thonë pse i thotë Edi Rama që gjysma burrave janë çuryk. Tashti që janë, e kupton? Se pse e them unë? Jo se janë çuryk si persona në jetën e tyre private, po që kur shoh që 56% e grave dhe e vajzave në Shqipëri mbështesin Partinë Socialiste. Dhe kur shoh që kur vjen puna ke burrat, diferenca është më e ngushtë, tani si i bi kjo? I bi që ajo gjysma që në vend se të shofi nga Europa, shef nga Këneta, ka i problem. Apo ja. Albani ka gjysmën të mirë nga Tropoja. Por, unë du t'i them të gjithë tropojanëve dhe tropojanëve që në ndërkohë, nëse
ju shkon mendja të thonë që ore, po si ka mundësi se ne 3 deputet kemi për të zgjedhur. Kemi një nga Kuksi, edhe një nga Hasi. Tashi na keni sjellë një nga Kuksi që ka grur nga Tropoja dhe prandaj do e votojmë? E unë do i them jo. Nuk është, sepse ndërkohë një nga Tropoja, 24 karat, e kanë deputet në listën e mbyllur në Tiranë. Se ja u çum Tjatin 1 herë, 2 herë, 3 herë, Alamet djali, Petrit Malaj, në njihni të gjithë. Mirë po, me kë flet, ku i t'ja thu? Jo, Këneta. More, ja, ku është Petriti? Jo, Këneta? Mirë, dakord. Atere, ne nuk mund të rrim më pa e pas një Tropojan 24 karat në grupin ton parlamentar dhe kemi vënë në listën e mbyllur brezin e ri të një familje me rënjët e me degët në Tropoj dhe me të gjithë respektin që meriton, apo jo? A mërmuj, jenë regull? Regull, pra, unë regull jam me gjithë qërosët, problemi është me ata që i kanë flok të lyme, s'di si të bëj. Ju falenderoj shumë gjithve, me shumë respekt, edhe besoj që Kuksi, Hasi dhe Tropoja i kanë gjithë arsyet që në këtë skuadër të bëjnë zgjedhje mbasi të kenë zgjedh pesën, që pesa është, t'i themi Bashkimit Evropian Çepalla.